Vendimi i Departamentit të Shtetit Amerikan për pezullimin e shqyrtimit të vizave emigruese nga 75 vende përfshirë Shqipërinë ka nxitur reagime të menjëhershme në skenën politike shqiptare. Nga ana tjetër, ministri i Jashtme Elisa Spiropali gjatë udhëtimit drejt Kievit mohoi kategorikisht akuzat. Spiropali theksoi se vendimi i SBA-s nuk ndalon qytetarët shqiptar të udhtojnë për qëllime turistike, studimore, biznesi, viza familjare apo evente pune. E vërteta është se vendimi i fundit i Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka bllokuar lëvizjen dhe udhëtimin e qytetarëve shqiptar drejt SBA-s. Kurse nuk janë bllokuar as vizat për qëllime turistike, studentët, biznesi, vizitat e familjarët apo eventet lidhura me punën. Askush nuk ndalohet të udhtojë dhe të vizitojë si turist, student, qytetar apo edhe zyrtar. Por rregullat e qëndrimit në SBA do të ndryshojnë në linjë me politikën e tyre të imigracionit. Spiropali thotë se vendimi nuk prek Shqipërinë, aleatin strategjik të SBA-s, por është një masë e administratës amerikane për të parandaluar abuzimet me sistemin e migracionit. Vendimi nuk ka të bëjë asgjë me fabrikime nga më të çuditshmet për non grata imagjinare mbi Shqipërinë dhe shqiptarët.